Pas humbjes së nënës, Mida Lule rikthehen në publik në një dasëm. Pas një periudhë të vështirë, pas humbjes së nënës, këngëtari Mida është shfaqur sërish në publik në një dasëm ku ishte i pranishëm bashkë me bashkëshorten Lulen. Dyshja janë parë në formë të mirë dhe në buzëqeshje duke treguar se po e përballojnë me forcë periudhën e dhimbshme. Në eveniment, çifti është shfaqur i kuruar dhe me energji pozitive, duke u rikthyer pas një kohe të gjatë mungese në aktivitete shoqërore. Pamjen nga dasma kanë treguar një Midë të qetë e të kthyer në rutinën e përditshme. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.